Ju përshëndes përsëri. Në fakt, pikërisht për këtë çështje do të flasim me eksperten e ekonomisë Migena Qyra, e cila do të na tregojë nëse shqiptarët me të vërtet po priren drejt këtyre produkteve të cilat kanë një çmim më të lirë, apo ndoshta është thjesht periudha e vitit e cila e orienton shqiptarin apo konsumatorin që të drejtohet drejt këtyre çmimeve. A është me të vërtet kjo tendencë që shqiptarët po blejnë produkte ushqimore me çmime të lira? Atëherë, duke u referuar të dhënave që vinë edhe nga rrjetet e supermarketeve, për sa kohë vjet re një rënje në gamë të produkteve të blera, por ama në numër rënje në volum, le të themi, në vlerë shitjesh, gjatë kësaj periudhe janar shkurt, por rritje në numër produktesh tregon që ka një lloj tendence për blerjen e produkteve të cilat janë më të lira. Por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që në situatat siç është ekonomia shqiptare momentalisht, që ka pasur një rritje të inflacionit, rrjedhimisht edhe një rritje të çmimeve, është një sjellje normale konsumatore që cilësohet në gjithë botën, kështu të ndodhi. Kishim përpara edhe periudhën e festave, kështu që njihet edhe në ekonomi pjesa që konsumatorët në situata të tilla kanë krijuar rezerva dhe normalisht do sillen pak më ndryshe në periudhën e marsit. Shumë shpejt do fillojnë edhe të kenë një rritje pas edhe më të madhe të konsumit. Pra mund të themi që kanë krijuar rezerva nga periudha e festave të vitit të ri, të fundvitit, edhe tani konsumojnë më pak apo marrin gjëra të cilat janë me çmim të ulët. Pra jo domosdoshmërisht kemi një nivel ekonomie që po vjen në ulje sa i përket konsumatorit shqiptar? Atëherë, në situata të tilla dhe kjo pikërisht një sjellje tipike është. Pra, në momentin kur çmimet janë rritur të njësër produktesh dhe inflacioni është rritur, një nga tendencat e sjelljes konsumatore është që të drejtohet drejt blerjeve më të zgjuara. Pra, të drejtohemi drejt ofertave, të drejtohemi drejt faktit që mund të blej një detergjent, por kam edhe zbutësin brenda. Domethënë, zgjedhje të tilla dhe në momentin që krijohen mundësi dhe periudhat e festave janë periudha që kanë oferta më të larta, atëherë krijojmë edhe pjesën me frikën se mund të vazhdojë kjo rritje të ndodhi, krijojmë edhe tendencën e rezervave. Ta marrim ta kemi. Ta marrim ta kemi një herë, është shumë mirë atë. Po mund të flasim edhe për raportin cilësi-çmim, me që folëm çmime të lira edhe më shumë produkte të blera për sa i përket shportës. Kemi një raport cilësi-çmim e cila domosdoshmërisht tregon që një produkt i lirë është edhe më pak cilësor? Atëherë, kjo duhet parë në dy aspekte. Jo domosdoshmërisht një produkt nëse është më i lirë ka patjetër një cilësi më të ulët. Momentalisht ne kemi disa shembuj kompanish edhe në Shqipëri, të cilët duke ndjekur kërkesën e konsumatorëve për një çmim më të ulët, janë përpjekur ta japin këtë çmim krahasimisht me 2024 më të ulët, por duke krijuar eficiencë të brendshme, duke sistemuar rrjetin e shpërndarjes, apo duke rritur eficiencën, apo duke krijuar rezerva në momentin e importimit të produktit bazë. Pra, në këtë aspekt, ata janë duke dhënë të njëjtin produkt, por kanë rritur eficiencën e brendshme për të mbajtur konstant pjesën e çmimit, ose për ta mbajtur atë më të ulët. Në këtë sens, këtu nuk është prekur pjesa e cilësisë. Por gjithsesi, në situatat kur inflacioni rritet edhe rriten edhe çmimet e shportës në çfarë do lloj vendi, është tendenca që të fillojnë të futen në treg produkte të cilat kanë një cilësi më të ulët. Dhe aty duhet një çik vëmendje nga ana e konsumatorëve për të qenë të kujdesshëm që deri ku do të shkojnë tek pjesa e raportit cilësi-çmim. Kuptohet që rrjetet të cilat janë më të organizuara, pra rrjetet e mëdha të supermarketeve, janë shumë më të kujdesshme për çfarë lloji produkti që fusin dhe kanë vendosur tashmë standarde dhe kufi të caktuar, qoftë edhe për kthimin mbrapsht të produkteve, të cilat specifikohen në kontrata, por këtë gjë nuk e kemi tek dyqanet e lagjes dhe ky lloj kontrolli nuk mund të harrijë deri atje. Kështu që në këtë aspekt konsumatorët duhet të jenë më të kujdesshëm.